Është një nga godinat më ikonike të Durrësit, simboli i Shqipërisë turistike gjatë viteve të regjimit komunist, por dhe në ditët tona kur qyteti Buzë i Adriatikut është kthyer në kryeqytetin shqiptar të turizmit. Hoteli Adriatiku, i pozicionuar në sektorin hekurudha të plazhit të Durrësit, u ndërtua në vitin 1957 dhe priti gjatë regjimit komunist shumë udhëheqës të vendeve të lindjes dhe diplomatët e pakt që vizitonin vendin tonë. Ndërsa në vitet 2000 ju nështrua një rinovimi të plot për të mikpritur turistët elitar dhe emrat e njohur të diasporës shqiptare, por së shpejti godina ikonike që shfaqe në shumë nga kartolinat e kohës nuk do të ekzistojë më, të paktën jo në formën aktuale. Godina do të prishet për t'i hapur rrugë ndërtimit të hotelit të ri, për të cilin Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit ka dhënë lejen më 19 shkurt të këtij viti. Sheshi i ndërtimit ka një sipërfaqe trualli 14.982 metra katror. Siç duket dhe në fotot e projektit, vendi në godinës 4 katëshe do ta zërë një hotel 12 katësh, i cili në katet e poshtme do të ruajë arkitekturën aktuale, ndërsa katet e sipërme do të jenë një godinë me arkitekturë moderne. Por kjo nuk do t'jetë godina e vetme. Synimi i zhvilluesit Duda SHPK është ndërtimi një kompleksi të ri turistik me 2 ndërtesa kryesore, shkruhet në dokumentin e KKTU-s. Sipas KKTU, ndërtesa e re e hotelit me 5 yje Adriatik do t'jetë konceptuar për të ndërthurur elementet historik të ndërtesës ekzistuese në katet e poshtme me një superstrukturë bashkohore në katet e sipërme, ndërsa ndërtesa e pozicionuar në brendësi të sheshit në anën juglindore të kompleksit do të jetë ndërtesa e rezidencave të branduara. Dokumenti i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit thotë se Adriatic Hotel and Residences nuk do të jetë një ndërhyrje që zhduk historinë, por një ringjallje e saj.